Aktori Dardan Goshi denoncon publikisht qytetarin, thotë se e ofendoi gruan dhe djalin në baza fetare në qendër të Prishtinës. Aktori i njohur Dardan Goshi e ka denoncuar publikisht një rast ku thotë se një qytetar ja ka ofenduar bashkëshorten e tij në qendër të Prishtinës në baza fetare. Aktori tregon rastin se djali i tij 9 vjeçar kishte shkuar në program për 28 nëntor, ku pas programit i emocionuar dhe i gëzuar ja kishte shkelur këmbën një qytetari rreth të 30-tave në qendër të Prishtinës, me saktësisht në sheshin Zahir Pajaziti. Kjo prekje e pafajshme e këmbës së qytetarit ka mjaftuar që ai të shpërthejë në ofendime të rënda ndaj bashkëshortes së tij. Ai ka shkuar aq larg sa ka ofenduar edhe në baza fetare. Aktori Dardan Goshi thotë se është rënditur kur e ka marrur telefonatën nga djali i tij lidhur me këtë rast, duke thënë se familja është vija e tij e kuqe. Ai ka thënë se njerëzit e tillë si ky qytetar në shesh që ka vepruar kështu janë produkti narrativave televizës së Deçanit dhe të pseudo profesorëve si Blerim Latifi.